fillimisht do ju drejtohesha me pyetjen, për t'i përkufizuar se çfarë janë elitat, si lindin ato, si konturohen ato. Fillimisht, ju falenderoj gjithashtu edhe juve dhe me të vërtet ndihem i privilegjuar që të jem pjesë e këtij debati në lidhje me këtë temë, sepse është një çështje e cila ka ndikimin, domethënë, në ndryshimin e gjendjes së shoqërisë tonë. Këto elita që sot llogariten si të tilla, që në aparencë dalin si elitë dhe shoqëria, dallimi mes tyre, lidhshmëria mes tyre, janë çështje që na duhet detyrimisht t'i kuptojmë mirë për të pasur se çka po ndodh në shoqëritë tona. Në këndvështrimin islam fillon përgjegjësia individuale nga individi. Mirë, po pastaj me kalimin e kohës dhe shtimin e individëve të përgjithshëm krijohet një grup, domethënë, e shoqërisë me përgjegjësi, masa e gjerë, ose ajo që quhet sot, domethënë, në studimet sociologjike, masa kritike. Dhe jo rastësisht, domethënë, shoqëria e cila për shtyllë të zhvillimit vet e ka diturinë, ajo çdo do të prodhon, do të masë kritike, nga cila masë kritike do të del elita. Sot realisht nuk është një situatë e tillë. Sot, domethënë, veprimet politike krijojnë një masë elitare. Dhe pastaj masa elitare politike shoqërohet me pjesën tjetër, akademike dhe atë mediatike. Nëse bëjmë një studim personazhit të faraonit në Egjipt. Faraoni ishte ai që përfaqësonte elitën, ishte totalitar. Dhe për ta imponuar mendimin e tij totalitar i kishte magjistarët, që shumë shkencëtarë bashkëkohor musliman krahasojnë magjistarët me punonjësit e medias. Sepse media me plot gojë mund ta themi, të bardhën mund ta shndron në zezë. Dhe të kundërtën, zezën mund ta shndron në bardhë. Ajo që e bën magjia realisht, faktet jo ekzistente ti paraqes si ekzistente dhe të kundërtën me të kundërtën. E tani, do thotë, sot na elitën që na përfaqëson në aparencë, do thotë në pushtet, në pjesën akademike, në media, është ajo që ka prodhuar populli apo jo është imponuar popullit. Realisht, nëse analizojmë, do thotë, në mënyrë domosdoshmë sistematike që nga fillimi i tyre deri në pozitën që kanë arritur ata, shohim se jo, nuk mund të jetë se kjo elitë është prodhim i kësaj shoqërie. Se realisht në shoqërinë tonë, do thotë, me gjitha do thotë devijimet edhe degenerimet përsëri ka një mirësi që s'paku une për popullin tonë shqiptar mendoj se në esencë e kanë një zemërbardhësi dhe një mirësi substanciale, domethënë. Mirë po, për shkak të rrethonave të vështira të jetesës, kemi pas pushtetin diktatorial domethënë në Shqipëri dhe kemi pas pastaj sundimin diktatorial në pjesën tjetër të Jugosllavisë nga serbët për shembull apo maqedonasit, dhe kjo detyrimisht ka luajtur një rol të devijimit nga kjo substancë, domethënë, e mirësisë dhe zemërbardhësisë që kemi pas, dhe kjo ka krijuar, domethënë, që quhet nus produkte, gjysmë produkte, të cilat edhe në sferën e akademizmit, edhe në sferën e politikës, pastaj edhe të medias, kanë krijuar një lloj aparencë se ata janë sot do të elita. Dhe kjo elitë çka bën tani për momentin? Pengon popullin, që unë mendoj se populli shqiptar është popull i bereqetshëm, dhe do të prodhon domethënë burra të mëdhej, si ka prodhuar në kaluarën. Për shembull, figura e historia shqiptare është me plot figura të mëdhej, markante në nivel global, botnor, jo vetëm në nivel lokal, deri te domethënë nobelisti i fundit domethënë Ferit Muradi, e mos flasim për më herët domethënë, figura që gjithë globi i njeh si shqiptar. Edhe në rrafshin humanizmit, edhe në rrafshin akademizmit, edhe në rrafshin e islamit, edhe kjo tregon se kështu si popull domethënë na jemi shumë të përgatitur me dhënë figura të mëdha. Mirë, po çka ndodh realisht? Kjo elitë e improvizuar, e cila e ka marrë pozitën e elitës, nuk lejon popullit të vazhdon me prodhu njerëz me meritë elitar. Andaj kur bie niveli për t'i afirmuar më shumë se sa për të prodhuar, po edhe për t'i afirmuar. Dyja që një pengon prodhimin, sepse prodhimi i figurave elitare të vërteta do të jetë konkurrencë. Edhe konkurenca edhe pse do të futet në hije nëpërmes magjistarëve medias, përsëri sot me mediat alternative, me rrjetet sociale, ai do t'i imponohet shoqërisë. Dhe na kemi shumë miq që i njohim personalisht, janë gjigant mendimet e tyre, mirë po sot media shqiptare nuk i ka të veta. Ata fillimisht do të pengojnë, pse do të pengojnë? E para sepse sistemi i arsimit në tokat shqiptare me konsenzus është në dekadencë.
nuk ka zhvillim. Bile për shembull për në Kosovë ishte analiza e vitit kaluar sipas domethënë qendrave statistikore e BNP-së, ishte e fundit. Tani po të ishin këta elitarë të vërtetë do të prodhonin mekanizme për të vazhduar trashëgimtarët e vet. Se kështu se s'mundesh ti i përjetshëm të mbetesh domethënë i vetmi mendimtar shqiptar, i vetmi politikan shqiptar, i vetmi artist shqiptar. Jo, ti përkundrazi, editari i vërtet është ai i cili punon për kriju zëvendës të vetët të mirëfillt, të cilët janë në nivelin e përgjegjësive që do t'i marrin. Andaj, nëse studiojmë punën e shkollimit, e shohim se është nivele katastrofare dhe normalisht ky shkollim i tillë pengon prodhimin e njerëzve elitar. Pastaj, nëse eventualisht dikush është gjeni dhe vetë ju imponohet shoqërisë, domethënë me aftësitë e veta dhe me kontributin personal që e bën në sferën e marrjes së dijes, vjen puna e medias nuk e spikat. Vazhdon ta mban në hije. E normalisht ai njeri pastaj nuk ka shansa të futet në rendën e politikës. Koncepti islam i pushtetit, asaj që mund quhet domethënë elitë dhe ndikim, është dituria. Vetëm dituria është pushteti i vërtet. Të gjitha pushtetet e tjera janë domosht shoqëruese. Se një njeri që ka dijet mirëfillta për qeverisje, ai është politikan i suksesshëm. Jo ai që ka marrë për shembull votën duke manipuluar me masën e gjerë të varfën, e cila ka krizë për bukë, e mos flasin për gjëra më të mëdha, dhe me një ofertë shumë modeste ekonomike ja merr votën atij. Pse? Sepse atë lan pa shkollim. Atë lan domodin pa dituri krahasuese. Dhe normalisht atë që ofrojmë na nëpërmes mediave tona, ai pranon si fakte të vërteta dhe ti shumë lehtë ki pastaj me një ofertë shumë modeste ekonomike t'ia marrësh dhe t'ia vlesh votën. Në dallim të një strukture tjetër, e cila do të jetë e arsimuar mirë, do të ketë domosdoshmë aftësi për të pasur zhvillimin e shteteve të mëdha, të zhvilluara, krahasimet mes to. Edhe atë që ofron ti do të ketë shumë lehtë ta refuzon, edhe të jetë i dinjitetshëm. Që domosdoshmë refuzimi i tij të jetë nga dinjiteti, se nuk lejoj unë ti të përbaltish gjithë këtë aftësi time akademike që e kam, gjithë këtë shkollim timin që e kam, gjithë të dije që e kam, e të më ofrosh një ofertë modeste të tillë dhe unë ta pranoj pastaj e të bëhem mbrojtësi i yti. Kretë kjo domosdoshmë e bën atë dallimin për me kuptuar sot se masa e gjerë e popullit tonë fatkeqësisht nuk e prodhon këtë elitë që kemi dhe kjo elitë i insiston domosdoshmë duke i përdorur mekanizmat që i ka mos lejon prodhimin e elitave. Mirë, po kjo çka ofron, çka shkakton? Shkakton domosdoshmë një dekadencë gjenerale gjithë popullit tonë. Unë e thash, populli shqiptar në momentet më të vështira të historisë së vet ka dhënë koka të mëdha. E si mos mundet sot, për shembull shekulli 21, që me gjitha domosdoshmë konstatimet jemi në gjendje shumë më të mirë dhe më të favorshme se kemi qenë të kaluarën. S'paku qeverisin për njerëzve tonë. Më e pakta. Më e pakta, do thotë. Si ka mundësi sot na mos më ofru asnjë kokë me peshë ndërkombëtare. Kjo tregon se diçka është problematike. Ose ata që përgjigjen si elitë nuk e meritojnë atë pozitë, ose domosdoshmë ky popull ka ndryshuar. Realisht nuk mundet një popull të ndryshon aq shumë sa që me shekuj ku ka dhënë koka të mëdha ndërkombëtare sot mos më mund të dhënë asnjë kokë. Po tregon se kjo elitë e ka uzurpu këtë popull, edhe për momentin është duke e përdorur vetëm si makineri votimi. Edhe e kanë shndruar tamam si ajo teoria domosdoshmë e Greqisë së vjetër filozofike, qenie politike.